kërë studente në Prishtinë. Tash 22 që 3 vjetën jo. Kompliment të kjo. Faleminderit. Hajde, Santi... Tash më shkam I vetë, tash dhije. Tash ti e vetë je konë që aty. Po s'do me thonë për Big Brother. Une, para se mja nis tash kështu me bu muhabet, kum përcjell e vetëmja epizod, jo që nuk du me këqyrë, se na jemi pjesë e klanit, edhe Big Brother është famous, ai format në krejtë shqiptarin, bile dhe kanë thy rekorde që tash me shikueshmëri me sen e krejtë, po du me thonë që jo që s'kom dasht, po s'kom pasko, rastësisht. U pa. Në rrugë të takova. Bravo. Kur ti kanë pru dykon të familje që aty një qik të vogël. Si e në qikën e vllaut. Qikën e vllaut. Po. Mande krejt atë muhabetin që e ki të regu, edhe krejt edhe bashkë kum përcjell, kështu që unë për vete se kum ditë. Edhe ai qasi formati është, edhe bëll mirë që është ashtu. Unë për vete se kum ditë, edhe plot tjerë se kanë ditë që ke pasë rastin edhe sene, kështu që bashkë ka orë mirë dëqysh. Edhe besoj që edhe ju ke hinë qef edhe ma shumë njerëzve, se njerëz të mujnë me paragjiku. Edhe nuk ta din jetën, nuk ta din që atë ka ndollë me ty qyshjeri të sana në këne, edhe sa e fort je, edhe ku ti ka zënë qëto muhabet e manet dyqysh edhe njerëz të din, thojnë, ka dole përse pat gjithë na I sana, din nuk e lojnë. Qashtu të është gjithë. Mu vjen shumë mirë që ka të regu historinë e vetë, unë e sasën e një shumë më te, si qakovare, normal, edhe mu ka bu shumë qefi që ka pas mundësi, që ja ka ndonë mundësin për mi të regu një historit vetën që rollë kush e ka. Edhe të përgëzoj shumë, na ke emocionu shumë atë natë, të regova ma herët që kom qenë tu e shiku. Thonë në kjeta jeme, me epizoda. Vishë të bojnë ma të fort. Ska shpi në shqiptari që se konë me I najtë që është të dishka. Po dhe na qëto dhe edhe I kalzojmë, nuk im shefin. Jo, unë kom pas, që para kësaj, unë kom pas një problem me shëndet që kajtë e dijin, që u bojë madhe, u dashtë me gjithë ndima financiare, kështu ashtë edhe, do më thonë mu njerës të më kampanë për televizion që shtë të veshme, të ndrejshme, të regulume, edhe kërë më dalë me folë për smundjen teme. Edhe kom qitë njerës të ndyshim që a është, asë është smut. Edhe kur s'kom dashtë me lujë gjinonë të kërkush. Do më thonë, kom dashtë me dalë e veshme, ndrejshme, edhe me kalëzu për një problem që është problem. Edhe kër erdhë mas në ftesa që 4 vjetë e kom ftesën për Big Brother, po si vjetë nuk e di mi pio sorament, pranova. Ja, shumë mirë ke bo. Po boj hajgore. Amo qëllimi jam o konë, do më thonë e kom ditë sakt për çka jem të hi, edhe kom dashtë mi jap një mesazh që nashta shumë femna nuk guxojnë. E ku I shoh femna tu kompleksov për nej buza, për nej vetulla, për nej flokun. E vjen me kesh, kështu që mu ka hek një barë shumë e madhe për I vetit, edhe jam shumë krenare për ato që e kom përcjell jashtë. Veç fotot kush I ke bo, se mandi I postun do foto në Instagram, mas që më duket mas qasaj, qati projimit, mas qati rëfimit, do foto kogja seksi veç. Ato foto se ka ndit kërkosh as të shpis, as kërkosh du mi bo, edhe kom thonë qështë ta ndjej, nëse ndjej në shpe që veç qikës hollë si pantalon, por si që nëse të thëmë që qiti fotot, t'jeshe gatshme qiti. E fotot I pata bo 3 dit pra se me him bik të Korab Kusari në Gjakov. Po, vish nice. Edhe ajo emocionu shumë dhe thëjke, wow, a I bon fotoshooting me shumë modele, shumë in. Amo ka qenë ashta një përseteve emocionus, po edhe ma I veçantë. Edhe se di, mu po më pëlqenjë që ato foto shumë. Unë po të kazë, te për më kam pëlqyë dhe u duke si na I farë dizajnja, u të nësi u lidhke edhe me tesha dhe me sene, po të kazë. Amo qka më ka qudit, kur njerës të më shkrujshin, a ki bo Photoshop, mi udhim njerëzve. Do me thonë, as që ato foto nuk mi aftun, për me vërtetu që qaj sen është që një njërë jeton me qatë tumare, ka në trup, vazhdon, jeton, edhe qaj ju ka duk që është Photoshop. A ki pas në I koment ose mesazh që të kam jetë në manë përveç të në të këqijave që na I dim që I dërgojnë njerës? A të kam jetë në mesazh kështët I mirë në mene? Komentën kom pas shumë mira, përveç një konflikti që kom pas me labin, që do me thonë, Dragana, Barbie, e kena pasi fa muhabeti me to. Thirke Dragana. Po. Që... Mani ati I dulë që... Po... Atje, të Dragana. Të këshëret e Draganës, po. Po qaj, a vëdin, dëqysh.
Si vlen me folë për to, se kom thonë që është një që s'du as me komentu jashtë, as me najt me to, as është në rangun që unë kom qef me pas në shoqni.